Kryetari i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, mori pjesë në forumin botëror të IDU-s në Bruksel. Ai tha se ka ardhur menjëherë për të denoncuar farsën zgjedhore të 11 majit dhe për të mbrojtur votën e shqiptarëve. Berisha u takua me drejtues të IDU-s dhe përfaqësues të partive të djathta nga e gjithë bota, duke siguruar mbështetje për përpjekjet e opozitës shqiptare për rikthimin e votës së lirë. Unë erdha këtu me urgjencë për të mbrojtur votën e shqiptarëve, për të paraqitur para audiencës dhe personaliteteve të pranishme në këtë forum farsën e turpshme zgjedhore të 11 majit. Dhe këtu ka një teren jashtëzakonisht të përshtatshëm, mbasi që të gjitha këto që ndodhen në 11 maj janë të parashikuara në mënyrë të plotë në rezolutën e dhjetorit të forumit të Washingtonit të IDU-s. Edi Rama publikisht bleu vota, shpërndau 70 milion euro në fushat elektorale për të ble vota, duke dhënë 100 euro 48% të votuesve shqiptar që janë pensionistët sot. Bleu vota duke fal 200 milion euro kamata dhe gjoba të 10 vjeçari. Bleu euro duke autorizue mbjedhjen e miliona rrënjve kanabis në një kohë kur një rrënjë kanabis sjelltar 1.000 euro. Bleu vota duke punësuar në dhjetra mijëra qytetar. Bota e krimit si asnjëherë më parë u angazhua me të gjithë qindra milion mos miliarda euro në blerje votas në urdhra dhe nxori dhe sjell në parlament rreth 28 kandidat të financuar, të mbështetur, të garantuar prej organizatave kriminale. Berisha u shpreh gjithashtu se opozita do të protestojë pas ditën e 16 majit, ditë kur në Tiranë zhvillohet samiti i Komunitetit Politik Evropian, pavarësisht se policia nuk ka dhënë leje.